Është çelur sot në Pallatin e Kongreseve në Tiranë Panairi i Librit Tirana 2025. Në ceremoninë e nisjes së këtij edicioni të 28 të pranishëm, shoqata e botuesve shqiptar, përfaqësues nga Instituti Italian i Kulturës, Enkel Demi i njohur dhe me emrin e penës Tom Kuka i shpallur si autori më i mirë i edicionit të mëparshëm, dhe Milena Selimi e shpallur si përkthyesja më e mirë e Panairit të vitit 2024. Për kreun e shoqatës së botuesve shqiptar, Petrit Ymeri, Letërsia Shqipe sot ka vepra shumë të mira që mirëpriten nga lexuesit dhe ky është një gëzim i madh për botuesit, ndërsa renditi dhe problematikat. E pranishme në Panair, deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa, në cilësinë e kryetares së Komisionit të Kulturës, u angazhua për të filluar një seri dëgjesash me botuesit, përkthyesit, librarët dhe shkrimtarët. Shoqata e botuesve shqiptare konsideron këtë panair si ngjarjen më të madhe të librit në vend, dyert e të cilit do të qëndrojnë të hapura deri në mbrëmjen e 16 nëntorit. Tema e përzgjedhur për edicionin e këtij viti është një shprehje të madhit kadare: ndërgjegja jon ka nevojë për librat. Ashtu si vitet e tjera, panairi do të ketë një kënd për biseda me shkrimtar, përkthyes, botues dhe kritik. Ceremonia e ndarjes së çmimeve të panairit do të mbahet në datën 15 nëntor.